Një aksident komunikacioni ka ndodhur sot në Brekoc, ku është lënduar një person I cili ka kërkuar ndihmë mjekësore në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov. Sipas specialistit të emergjencës, doktor Gjo Komani, I lënduari është trajtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë, ndërsa lëndimet e tij janë të lehta. Rreth orës 10:30 është ardhur një rast një ndeshje në komunikacion. Është trajtuar këtu, është duke u ekzaminuar dhe për momentin është gjendje të lehtë. Ndërkohë, zëdhënësi I policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Eleza, I tha se aksidenti ka ndodhur rreth orës 8:30. Sot rreth orës 8:30 në mëngjes, në rrugën Dominik Përgegaj, ka ndodhur një aksident trafiku ku kanë qenë të përfshira 2 automjete. Si pasojë këtij aksidenti ka psuar lëndime të lehta trupore një person, policia ka dalë në ngjarje dhe është duke trajtuar rast. Eleza I tutje shtoi se për këtë rast janë duke u zhvilluar hetime të mëtutjeshme për të sqaruar rrethanat e aksidentit.